Nderuar deputet, ndryshimet të ligjin e koncesioneve ngjasojnë atyre dhuratave të paketuar bukur që jepen për vitri, por që jepen jo për qytetarët, jepen për klientët e qeverisë. Dhe në realitet ky ligj nuk e nxit ekonominë, e frenon ekonominë. Ky ligj nuk i shërben qytetarëve, ata janë sponsor të disa privatëve që janë pasuruar nga qeveria dhe i zhvesh institucionet nga kontrolli dhe rrit borxhin e fshehur në ekonominë shqiptare. Ju përdoret shumë fjalë bukura dhe e di shumë mirë, e keni talent këtë gjë, por shqiptarëve mjafton ti kujtosh fjalët tuaja magjike, koncesione, PPP dhe i shkon menjëherë mendja tek incineratorët korruptiv, tek porti i Durrësit korruptiv, tek rrugët korruptive, ke Porto Romano korruptiv, ke çdo gjë korruptive që ka ndodhur në këtë vend. Dhe këtë fakt nuk e dëshmojnë vetëm ne, e dëshmon dhe Spaku, që ka në hetim shumicën e këtyre aferave, e këtyre koncesioneve korruptive. Dhe ka në përgjegjësi penale një pjesë madhe të këtyre përgjegjësve të nivelit 2, në fakt, sepse Rama ka shpëtuar nga kjo gjë. Nuk dua të zgjatem shumë ke ky ligj, dua të merrem më shumë me atë paqen e famshme fiskale që ka shumë debat, jo vetëm në shoqërinë shqiptare, por dhe në institucionet ndërkombëtare. Dhe po ju kujtoj këtu që në vigjilje të vitit 2013, kur erdhët në pushtet, ju të ndershmit e dynjas, ju turrët qytetarëve dhe burgosët mira prej tyre, gjobitët mira prej tyre, linçuat qindra dhe mira prej tyre, i dërguat deri në vetvrasje ato njerëz. Dhe pse e bët këtë? Se ata u akuzuan për vjedhje, kishin vjedhur energji elektrike. Po, kishin bërë lidhje dytësore, kishin vjedhur energji për të ngrohur dhe që fëmijët e tyre të kishin një llampë për të lexuar. Kurse sot, pas 12 vitesh, ju vini këtu, krenar me një ligj i cili fal miliona lekë vjedhura nga paratë e xhepave të shqiptarëve. Fal dhe pastron miliona dhe miliarda lekë, cilët vinë nga rrugët e krimit, prostitucionit, trafiqeve të drogës, nga fsheja e pasurive, nga korrupsioni i qeveritarëve tuaj. Dhe keni bërë një krahasim famshëm. Këtë ligj, paqen fiskale, e kemi bërë sipas modelit italian. Pra, chi ruba poco, va in galera, chi ruba troppo, fa carriera. Se në fakt, nëse ne e krahasojmë këtë paqe fiskale me paqen fiskale italiane, nuk ka asnjë lidhje, fare asnjë lidhje, sepse vërtet qeveria Meloni në vitin 2023 bëri një paqe fiskale tillë, po e dini se çfarë bëri? U fshin automatikisht vetëm borxhet e vogla dhe të vjetra, nga 1.000 euro deri në 2.000 euro. Kjo është ajo paqja fiskale. Por borxhet e mëdha, çfarë bëri qeveria Meloni? Paguan vetëm detyrimin bazë dhe u falën vetëm interesat dhe kamat vonesat, asgjë tjetër. Bizneset rregulluan deklarimet e gabuara, por duke paguar gjithmonë, ndërsa kapitalet nga jashtë Italisë u kthyen në tatim të reduktuar, po jo në tatimin zero. Kjo është paqja fiskale italiane, që duhet ta di mirë se e deklaroi ministri në një emision. Dhe nuk legalizoi drogë, siç bën paqja fiskale shqiptare, nuk fali pasuri kriminale, nuk e trajtoi paqen si fushat elektorale dhe nuk e shiti atë si mrekulli ekonomike. Kjo pra është ajo e vërteta. Madje jo vetëm kaq, ju jo vetëm i mbroni trafikantët, hajdutët, kriminalët, korruptuarit me ligj, po i ruani dhe nderin. Ndërsa shqiptarëve në 2013 i morët parat, i morët dhe erzin. Ju kujtohet Qamil Zela që vrau veten? Apo jo? Besoj e mbani mend, për 30.000 lekë vjetra. Po Hari Doda në Tiranë për 40.000 lekë të vjetra vrau veten. Po Llazi Nasi që vrau veten, po për kaq para
për 40.000, keni quar njerëz në varr për 40.000, dhe sot me një trënd lapsit palni miliarda dhe miliona. Muar fjalën, në rregull, mbaroni fjalinë. I kontrastit që ju dallon mirë dhe shqiptarët e kuptojnë shumë mirë çfarë po bëni sot me ta dhe çfarë bët dje me ta. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Irisa Xhixho, përgatitet zoti Piro Dhima.